pasurisë, të zonë nëse e merë gruën edhe burrin që kanë pozita publike, shpeshherë e shet që deklarimi pasurisë nga këta dy zyrtarë që janë bashkëshort në jetën kohë, nuk është i njëjtë. Pra ka diskrepancë të dhonash, të shifrash, që lenë me kuptu që edhe këtu ka, domethënë, si thuash, dyshime ose gabime që mund të qojnë dyshime. Pra, gabime qëllimshme, pa qëllimshme. Unë hasa rastet të kësaj natyre. Për shembull, pastaj vrehet që pjesa dërmuese e zyrtarëve publik që kanë deklaru pasurinë, patueshmërinë e deklaruar, kryesisht e kanë përfituar pas vitit 2015 të tutje. Pra, nuk flasëm për pasuritë të trashëguar, flasëm për pasuritë, si thuash, të përfituar pas vitit 2015, dhe ka raste kur zyrtarët publik, do më thonë me në një periudhe 5-6 vite, kanë deklaruar që kanë blerë banesë, shtëpi, pronë dhe veturë. Dhe tani shtrohet pyetja, do më thonë, e natyrshme se si ka mund të vijë deri tek kjo. Natyrisht, unë nuk po them që këtu qëndron korrupsioni, por unë po them që këtu mund të ketë bazë për dyshime. Për këtë punë jemi ne e ju si Institut GAP, gjitha organizatat e shoqërisë civile që merren pak kështu me kërkimin e llogaridhënies, se po janë disa dhëna cilat natyrisht nuk duam ne ta bëjmë gjyqin, po që po janë goxha të dyshimta. Për shembull, është për lakmi dikush që arrin këtë kohë blej banesë me 500 euro, 600 euro metrin katror. Zoti Saliu, apo jo? Po, kështë rast, atë kësoj natyre madje të udhëheqësve të lartë të partive politike, që kanë deklaru që kanë blej banesë në vlerë prej 500 euro për metër katror, që ne e dim që në asnjë qytet të Kosovës, madje edhe në ato qytetet e vogla të Kosovës, kjo vlerë për metër katror nuk qëndron. Pra, janë këtu, si thuash, elemente të cilat e bëjnë deklarimin e pasurisë një formalitet, i cili nuk matet pastaj nëse është real dhe nëse, do më thonë, ka elemente që më shifën prapa kësaj. Që e ndonë fatin me popullin, por nuk e di nëse popullin e ndonë fatin me kryeministrin. Sepse ti kesh afro 24.000 euro të hyra. Ja, këtu e kemi edhe. Ti kesh afro 24.000 euro të hyra vjetore, e të mos arrisht kursesh asgjë nga ato, me qëllim që të mbash veten dhe familjen, dhe tani shtrohet pyetja se mban familjen një person i cili ka 3 fëmijë dhe ka një pagë përgjysme sa kryeministri. Pra, nëse kryeministri ka dëshiruar që ta çojë mesazhin që e ndan fatin me popullin, atëherë pyetja shtrohet nëse populli po e ndan fatin me kryeministrin, sepse 23.000 ma shumë euro të hyra vjetore nuk janë pak. 21.315 euro paga vjetore është. Ti ndërkohë e bashkëshortës mbi 51.000 euro. 51.000 euro, do më thonë që lenë me kuptu që mbi 70.000 euro janë të hyra familjare. Dhe mos kursesh, nga paga e kryeministrit asgjë, lenë me kuptu që jeta në Kosovës e shtrejt, që pra nëse kryeministri ka vështirësi me kursy nga kjo paga, të reshtrohet pyetja si mund të kursejnë 80% e qytetarëve që paga e tyre mund të jetë 500, 600, 400 euro. Dhe kryeministri nuk ka nevojë ta ndez veturën, po disa privilegje. Po ashtu 10 privilegje tjera cilat mund t'i gëzoj, cilat qytetarët po nuk i gëzojnë. Ajo që kam befasoj është fakti që kryeministri nuk ka deklaruar që merr paron nga shtesat për fëmijë. Ishte kjo risi, pra nuk i merr shtesat për fëmijë dhe duket që ose ka hiq dorë që të mos marr para nga buxheti i Kosovës, ose domethënë nuk ekziston e regjistruar si shtetëse e Kosovës vajza e saj, pra vajza e tij. Kjo ishte, si thua, risi, ndërkaq pra kryeministri duket që edhe nuk merr meditje. Pra asnjë meditje nuk e ka deklaruar. Nuk ka marrë, është deklaruar që nuk merr. Nuk merr meditje, pra nuk e ka, përderisa presidentja i kishte mbi 10.000 euro meditje të marra. Ish presidentja në Ish presidentja në fakt. Mbi 10.000 euro
do më thonë, me ditët marra, përveç pagës që e ka të Po dhe presidenti ja veç ka deklarim tjetër pasuris, ka shumë pasuri, duke arrin shifra milion që zoti Sali. Po, te presidentja, për dallim nga vitet tjera nuk duket ndojrisi, do më thonë, përgjithsisht pasuria ishte atë, me krahasim me vitet paraprake, por natyrisht krahasim me kryeministrin duket që është shumë më e pasur. Kryeministri po përpiqet ta dërgojë një mesazh që nuk e çmon, nuk e don, nuk e praktikon jetën aristokrate, pra e vlerëson ose praktikon një jetë përgjithsisht sociale, por megjithatë po them që nëse kryeministri pas ka vështirësi për të kursyer nga 23.000 euro, atëherë shtrohet pyetja si po ja dalin 80% e qytetarëve që të hyrat vjet mujore i kanë 500, 600 ose edhe më pak se kaq.